Horoskopi ditor dhe hënë 24 mars 2025. Dashi, sipas horoskopit për të hënën, duhet të jeni shumë të kujdesshëm, që të mos bëheni papritur nervoz apo të padurueshëm në sytë të tjerëve, dhe për më tepër për gjërat e parandësishme. Nuk është gjithmonë e mundur të kesh gjithçka menjëherë, por ky është një sezon që premton shumë për mirë. Shumë çifte në krizë do të mund të kapërcejnë një moment delikat ku janë futur, duke gjetur harmoninë dhe bashkëpajësinë, por do të duhet të jenë shumë të sinqertë dhe diplomatik, duke mos u mërzitur kurrë dhe duke mos ngritur tonin. Demi, të hënën nuk do të ketë asgjë domethënëse për të diskutuar, ndaj mos u lidhni me gjëra të parandësishme për ta bërë këtë. Është më mirë të shmangni çdo polemik. Kohët e fundit ju është dashur të përballeni me njerëz që përpiqen të zhvlerësojnë dhe të legjitimojnë punën tuaj. Muaji mund të sjellë lajme dhe përgjigje lidhur me çështjet e punës, ligjore dhe praktike. Në dashuri nuk jeni të predispozuar për përkëdhelje dhe romancë, përkundërzi, dëshironi që dashuria t'ju mbështesë dhe pretendoni këtë. Binjakët, hënën do të ketë një planet që do t'ju inkurajojë të qëndroni të fokusuar në punë, të gatshëm për të nisur projekte të reja krijuese. Këtë muaj, jeta praktike duhet të jetë më preferuar se ajo sentimentale. Shumë prej jush po pyesin se çfarë të bëjnë në të ardhmen për të fituar më shumë para. Dashuria është në plan të dytë, për shkak të mendimeve të tjera që përfshin punën dhe financat. Por mos harroni se edhe dashuria ekziston, ajo është një bim që duhet ujitur her pas here për të mos e tharë. Nga porja, e hëna është mundësi për të pushuar siç duhet, keni nevojë për të pas rënditjeve të ndryshme emocionale. Hëna në akrep stimulon intuit të cilën do të përpiqeni ta ndiqni dhe ta përputhni me ndjenjat. Në marrëdhënie në çift ka risi të këndshme. Për beqarët favorizohen takime që për disa mund të jenë vërtet intriguese për flirtim, për një aventurë apo për fillimin e një historie dashurie, por duhet të dilni më parë nga guacka juaj. Luani, ju do të jeni me fat të hënën. Jupiteri, Marsi dhe Dielli janë me ju. E pra kush tjetër mund të ndalë? Sipas horoskopit, kjo fillim javë do të jetë një ditë shumë interesante, ndaj duhen bërë plane të veçanta. Në Vjeshtë do të jeni në gjendje të përballeni dhe të kapërceni sfida të tjera. Mos u tregoni shumë të ashpër apo të vrazhtë ndaj të dashurëve tuaj. Beqarat që janë në gjuhëti do të kenë yjet në krah. Gjithçka duket se po ecën mirë edhe për çiftet. Virgjëresha, siç parashikon horoskopi, të hënën edhe ju do të përballeni me këtë periudhë ndryshimi të thellë. Me kalimin e ditëve, brenda jush mund të lindë një dëshirë e pazakontë për të sfiduar fatin. Që tani e tutje, disa marrëdhënie në jetën tuaj do të ndryshojnë. Por mbani mend se duhet të veproni që diçka të ndryshojë. Prandaj, nëse qëndroni të mbërthyer në poligonet tuaja, do të thotë se nuk jeni ende në një pozicion për të revolucionizuar jetën tuaj. Peshorja, kohët e fundit mund të keni përjetuar ndryshime në miqësitë që keni ose për njerëz që i keni humbur, edhe pse i konsideronit miq. Jupiteri aktiv stimulon kreativitetin. Mos humbni kohë. Takoni njerëz të ri. Rrini me ata që ju duken më të ngjashëm, por pa u besuar shumë fillimisht. Dashuria nuk duhet të marrë shumë lehtë, dhe çka është shqetësuese është se pikërisht këtë po bëni. Kujdes, mund të krijohet një çarje në marrëdhëniet në çift. Akrepi, vështirësitë e mëdha që ju është dashur të përballeni muajt e fundit kanë marrë fund. Tani e tutje do të sillni qartësi në të gjithë fushat e jetës suaj, nga dashuria te puna. Çiftet që janë ndarë ndonjëherë mund të ribashkohen dhe kjo duket se vlen edhe për ata që i kanë thënë lëmtu mirë njëri tjetrit, për shkak të papajtueshmërisë së karakterit dhe madje edhe tradhtisë. Por megjithatë, nëse flasim për dashurinë dhe ndjenjat që mungojnë, nuk ka arsye për të ribashkuar. Shigjetari, mos lejoni që frika se mos bëni diçka t'ju pushtoj shumë. Ju jeni shumë në ankth. Në ditët në vijim do të ndalen të gjitha situatat dhe marrëdhëniet e karakterizuara nga monotonia dhe apatia. Nuk është koha për të vendosur qëllimet tuaja shumë të larta në punë. Nuk ka dyshim se nëse ngjesni në kryen e disa gjërave, duhet të mbështeteni te meditimi, ose më lehtë akoma,
të rrethoheni me njerëz pozitiv dhe optimist. Britsjapi. Filloni duke eliminuar filtrat, përpiquni të jeni të sinqertë, të pamenaxhuar fjalët, shikoni partnerin në sy. Nëse jeni të bindur se keni në krah personin e duhur, përkrahani njëri tjetrin. Dëgjoni me vëmendje rrymën e ndjenjave që qarkullojnë në çift. Puna është një periudhë gjatë së cilës është më mirë të dëgjoni mendimet e njerëzve që ju rrethojnë. Ujori. Të hënën dashuria për kreativitet dhe inovacion do të rritet. Duhet të fillojmë të bëjmë plane të reja, që do të kenë ndikim në muajt e ardhshëm. Duhet të mendoni pozitivisht dhe të fokusoni në ide të reja dhe të guximshme. Miqësitë që po krijohen tani mund të thellohen edhe më shumë në fund të muajit. Nuk është koha për të filluar një lidhje të rëndësishme dashurie. Peshqit. Ka një qiell shumë të veçantë për ju. Saturni imponon detyra dhe përgjegjësi. Disa planetë që lëvizin shpejt mund të sjellin pak më shumë tension, ankth dhe lodhje. Ka shumë emocione. Hëna në Akrep ju inkurajon të përjetoni dashurinë. Përpiquni të relaksoheni më shumë, dhe nëse jeni të pushtuar nga pak nervozizëm. Ju nuk duhet të shkoni në luftë. Jeni më të qetë, më shumë relaks.